Bima më e çuditshme në botë. Kjo bimë sekreton vazhdimisht një lëndë ngjitse për të mbrojtur me të veten nga ato insekte që e dëmtojnë, të cilat, kur afrohen te bima, ngjecin të bllokuara nga kjo lëndë ngjitse. Por ka disa insekte që nuk ngjisin kur afrohen te bima. Kur miza afrohet te bima dhe ngjit në të, atëherë bima lëshon një lëndë tjetër, era e së cilës i tërheq ato insekte që nuk ngjisin në të, me qëllim që ato të hanë mizën e ngjecur. Në këtë mënyrë, bima çlirohet nga miza e ngjecur, ndërsa insekti ushqehet me të për ditë të tëra. Kush e mësoi bimën të veprojë në këtë mënyrë? Kush e mësoi insektin që nuk ngjit se si të çlirojë bimën dhe të ushqehet vetë? Ai është Allahu i madhëruar, i cili thotë: Është ai që çdo gjëje i ka dhënë trajtën e vet, e pastaj e ka udhëzuar.